në rast se shohim në aspektin e dhunuesit dhe dhunuarit, pra kemi një që tenton të përdhunojë dikë dhe nuk arrin ta përdhunojë. Dhe në këtë moment themi kush është i fituari, ai që u tentua të përdhunojë apo përdhunuesi. Pra në këtë aspekt për mendimin nuk ka të fituar as të njëri as të tjetri. Por kemi në një aspekt humbje për arsye se dikush jemi në një luftë, pra në aspektin e një lufte, në procesin e një lufte, shteti që sulmon, pra në këtë rast kemi Izraelin, një shtet dhunues në këtë aspekt, i vuri vetës disa objektiva, pra 3 objektiva kryesorë. Objektivat kryesorë të këtij shteti ishin rrëzimi i qeverisë në Iran, pra ndryshimi i qeverisë, shkatërrimi i kapaciteteve raketore të Iranit dhe shkatërrimi i impianteve dhe gjithë programit bërthamor të Iranit. Të treja këto dështuan, pra nuk arriti të bënte asnjërin. Pra, qeveria jo vetëm që nuk urxua, por u forcua, dhe në vend që të rrëzojë qeveria urxua opozita, pra tashmë në Iran s'ka më opozit, pas kësaj që ndodhi totalisht, pra e shuajti gjithë opozitën, kishin 20 vjet që opozita punonte, që financonte gjithë bota, tashmë kjo opozitë mori fundi. Duhet edhe 20 vjet tjera që të ringrihet në nivelin që ishte para sulmit të Iranit. Në aspektin e sistemeve raketore, pra u pa që Irani vazhdon të lëshonte raketa, për domethënë që nuk arriti të shkatëronte kapacitetet raketore të Iranit, kurse në aspektin e goditjes të programit bërthamor, pra nuk e shkatërroi, e dëmtoi, por nuk e shkatërroi.